Ka momente kur një fjali e vetme mjafton për ta zhveshur njeriu nga çdo maskë. Në mes të zhurmës, të dritave dhe të dramave të krijuara me qëllim, del dikush që flet drejt, pa frikë. Kështu ndodhi kur Alba ju drejtua Klodit me fjalët e saj të ashpra. Shko e fligjum, mos u ngjit më me mua. Unë nuk përdor një 18 vjeçare duke e puthur, duke e përkëdhelur, vetëm për të shkuar në prime e për të bërë drama. Jo, ti je ai që bën drama. Është një skenar që e ke bërë në një reality show tjetër dhe vjen ta përsëritësh edhe këtu. Këto fjalë ranë sigur mbi një sipërfaqe të qetë. Nuk ishin thjesht akuzë, ishin pasqyrë. Alba nuk po fliste vetëm për një puthje, por për një mënyrë të tërë sjelljeje, për një logjik që e kthen njeriu në mjet dhe ndjenjën në dekor. Klodi deri atë moment ishte përpjekur të ndërtonte figurën e djalit të ndjeshëm, të atij që lëndohet, që dashuron me pasion. Por veprimet e tij tregonin diçka tjetër. Përplasja me Benitën, afrimi i menjëhershëm me Elionën, puthjet e dhëna nga inati, të gjitha krijonin pamjen e një strategjie, jo të një zemre të trazuar. Dhe Alba e lexoi këtë qartë. Ajo nuk foli me ton xhelozie, por me ton zhgënjimi njerëzor. Në fjalët e saj kishte diçka më të thellë, refuzimin për të bërë pjesë e një loje ku ndjenjat përdoren si skenar televiziv. Mos u ngjit më me mua, kjo fjali ishte kufi moral. Ajo po i thoshte se jo çdo gjë lejohet vetëm sepse ka kamera. Klodi reagoi i nervozuar. Ai u përpoq ta kthente bisedën në debat personal, duke thënë se askush nuk e njeh zemrën e tij. Por problemi nuk ishte çfarë ndjente ai, por çfarë zgjidhte të bënte me ato ndjenja. Kur një njeri puth dik për t'i bërë inat një tjetri, ai nuk po dashuron, po manipulon. Benita e kishte provokuar, është e vërtetë. Ajo kishte luajtur me kufit e xhelozisë së tij. Por zgjedhja për ta përdorur Elionën si kundërpesh ishte e Klodit. Askush nuk e detyroi të shndërronte një vajzë të re në mjet për prime. Këtë e theksoi Alba, drama nuk lind vetë, por prodhohet nga ata që kanë nevojë për vëmendje. Në atë shtëpi, çdo veprim zmadhohet. Një prekje duket si deklaratë dashurie, një puthje si tradhti kombëtare. Por Alba e zhveshi skenën nga efekti teatral. Ajo e solli në tokë, jashtë kamerave mbetet vetëm karakteri. Dhe karakteri i Klodit po duke i dobët. Shumë njerëz e justifikojnë atë me argumentin e moshës së Elionës, me faktin se ajo është 18 vjeç dhe aftë të vendos vetë. Por çështja nuk është ligjore, është morale. Kur dikush përdor afërsinë fizike për të ndërtuar narrativ, ai e ul tjetrin në nivel objekti. Pikërisht këtë nuk pranoi Alba. Fjalët e saj zbuluan edhe diçka tjetër. Klodi nuk po e bënte këtë për herë të parë. Ajo i kujtoi se të njëjtin skenar e kishte luajtur në një reality tjetër. Pra nuk ishte gabim momenti, por model sjelljeje. Dhe kur diçka përsëritet, nuk quhet më impuls, por strategji. Në thelb, përplasja mes tyre nuk ishte personale, ishte përballje mes dy mënyrave për ta parë jetën. Nga njëra an Klodi, që loja e ndjenjave mes krenarisë, xhelozisë dhe nevojës për t'u dukur. Marrëdhëniet njerëzore janë një labirint i ndërlikuar emocionesh, ku shpesh njeriu humbet rrugën mes asaj që ndjen vërtet dhe asaj që dëshiron të duket para të tjerëve. Historia mes Klodit, Benitës dhe Elionës është shembull tipik i kohës sonë, ku ndjenjat përzihen me egon, ku dashuria kthehet në skenë dhe ku veprimet bëhen më shumë për reagimin e publikut sesa për zërin e zemrës. Ajo që në fillim duket si një marrëdhënie e thjeshtë mes dy njerëzve, shndërrohet gradualisht në një trekëndësh emocionesh të papërmbajtura. Klodi dhe Benita nuk u përplasën brenda një dite. Mes tyre ishte krijuar prej kohësh një tension i heshtur. Në pamje të parë ata dukeshin të afërt, por poshtë asaj afërsie fshiheshin dyshime të mëdha. Klodi e shite Benitën si një vajzë që luante me të, që herë afrohej e herë largohej, sikur donte ta mbante gjithmonë në pasiguri. Benita, nga ana tjetër, e shite Klodin si njëri që ndërtonte një figurë për kamerat, që dinte të fliste bukur, por jo të ndjente thellë. Këto perceptime, të drejta apo jo, u bën muret që i ndan. Debati i madh mes tyre ishte vetëm shpërthimi i asaj që ishte grumbulluar. Fjalët dolën të ashpra, pa filtra. Klodi i tha se ajo nuk di të jetë e vërtet, Benita ju përgjigj se ai është fallto dhe se di vetëm të bëjë lojën e çifteve. Në atë moment nuk fliste më arsyeja, por krenaria e lënduar.
Secili kërkonte ta fitonte betejën me fjalë, pa kuptuar se po humbnin diçka më të rëndësishme, mundësinë për t'u kuptuar. Njeriu kur ndihet i sulmuar, instinktivisht kërkon të mbrohet. Por mënyra si mbrohemi tregon kush jemi. Benita zgjodhi provokimin. Ajo e dinte dobësinë e Klodit dhe vendosi ta prek pikërisht aty. Puthja ndaj Elionës nuk ishte thjesht një gjest, ishte deklaratë lufte. Me atë veprim ajo kërkoi t'i tregonte Klodit se nuk e kishte nën kontroll, se mund ta lëndonte po aq sa ai e kishte lënduar me fjalë. Por ajo nuk e mendoi pasojën. Nuk mendoi se duke përdorur një njeri tjetër si mjet hakmarrjeje, po e kthente dashurinë në lojë të rrezikshme. Eliona u bë papritur personazh kryesor në një histori që nuk e kishte zgjedhur vetë. Heshtja e saj, hutimi i saj, tregonte se po përdorej si pasqyrë e inateve të tjerëve. Reagimi i Klodit ishte po aq emocional. Nga inati ndaj Benitës, ai shkoi dhe puthi po Elionën. Në atë sekond u thye çdo kuptim i pastër i puthjes. Ajo nuk ishte më shprehje ndjenje, por mjet për të kthyer goditjen. Klodi deshi t'i tregonte Benitës se edhe ai mund të luante të njëjtën lojë, se nuk ishte i dobët, se nuk do të dilte i humbur. Por ai ishte vërtet fitore? Në thelb, të dy u bën skllëvër të egos së tyre. Veprimet e tyre nuk udhëhiqeshin më nga ajo që ndjenin, por nga ajo që donin t'i provonin njëri tjetrit. Dashuria, nëse kishte ekzistuar ndonjëherë, u mbulua nga tymi i xhelozisë. Kjo histori tregon një të vërtetë të madhe për shoqërinë tonë. Shpesh njerëzit nuk dashurojnë për të ndërtuar, por për të fituar. Ajo që nuk pritej. Shtëpia e Big Brotherit ka një rregull të pashkruar, asgjë nuk mbyllet kurrë përfundimisht. Çdo debat, çdo fjalë e lënë për gjysmë, çdo shikim i shmangur, të gjitha kthehen një ditë si dallg që godasin sërish bregun. Mes Klodit dhe Elionës kishte mbetur pikërisht një dallg e tillë. Ata kishin kaluar javë të tëra larg njëri tjetrit, pas atij sherri të madh kur fjalët i kishin plagosur më shumë se sa donin ta pranonin. Të dy krenar, të dy të lënduar, të dy duke u shtirur sikur nuk u interesonte. Por interesimi nuk vdes kaq lehtë. Heshtja që fliste. Ditët e fundit diçka kishte ndryshuar. Ata nisën të uleshin sërish pranë në tryez, të shkëmbenin fjali të shkurtra, fillimisht formale, pastaj më të buta. Një mëngjes, Klodi i la Elionës filxhanin e kafes gati. Se dia si e do, i tha. E bëra mesatare. Ajo buzëqeshi lehtë. E di që e pi pa sheqer. Ishte hera e parë pas shumë kohësh që qeshëm pa ironi. Banorët e tjerë e vunë re. Mira i përshpëriti Suanitës. Këta po afrohen prapë. Do ndodh diçka. Kujtimet e përbashkëta. Një pasdite, produksioni u dha sfidë të rregullonin albumin e kujtimeve të shtëpisë. Klodi dhe Eliona u gjendën përballë fotografive të ditëve të para, kur qeshnin bashkë, kur vallëzonin, kur bënin shaka që vetëm ata i kuptonin. Sa budallënj kemi qenë, tha Klodi. Jo budallënj, ia ktheu ajo, thjesht të vërtetë. Në sytë e tyre u duk një mall i fshehur. Biseda e natës. Mbrëmjen tjetër, teksa të tjerët po përgatiteshin për gjumë, ata mbetën në obor. Dritat e buta, cigaret që digjeshin ngadalë, zhurma e largët e qytetit jashtë mureve. Klodi theu heshtjen. E di që të kam lënduar. Eliona nuk e pa drejt. Edhe unë ty. Po më mungon mënyra si flisnim dikur, vazhdoi ai. Ajo buzëqeshi me trishtim. Më mungon edhe mua. Fjalit ishin të thjeshta, por mes tyre kishte një det emocionesh. Xhelozit e padukshme. Në ditët që pasuan, afrimi i tyre u bë më i dukshëm. Kur Klodi fliste me vajza të tjera. Eliona bëhej e heshtur. Kur asaj i afrohej dikush, ai ndryshonte humor. Toni e ngacmoi Klodin. Mos je prap në telashe me zemrën? Ai nuk u përgjigj. Momenti para stuhis. Ishte mbrëmje me muzikë. Banorët po kërcenin në sallon. Klodi e ftoi Elionën në një vallëzim të ngadalë. Ajo hezitoi një sekond, pastaj pranoi. Duart e tyre u vendosën si dikur, trupat u afruan pas forcim. Përreth kishte zhurmë, por ata dëgjonin vetëm frymëmarrjen e njëri tjetrit. Ke ndryshuar, i tha ai. Edhe ti, u përgjigj ajo. Ajo që nuk pritej. Kur muzika mbaroi, nuk u larguan.
qëndruan ball për ball, shumë afër. Klodi i preku lehtë dorën. Kam frikë me ta thënë çfarë po mendoj. Mos e thuaj, pëshpëriti Eliona. Bëje. Dhe atëherë ndodhi, puthja erdhi ngadalë si diçka e pritur prej kohësh. Jo për kamera, jo për lojë, por për dy njerëz që nuk i iknin dot asaj që ndjenin. Shtëpia shpërtheu në britma habie. Disa duar trokitën, disa mbetën pa fjalë. Pas puthjes, Eliona u tërhoq e që. Dashuria shuhet në heshtje. Ishte një nga ato mbrëmje kur shtëpia dukej më e madhe se zakonisht. Dritat ishin zbehur, banorët rrinin të shpërndarë në përqoshe, secili i humbur në mendimet e veta. Produksioni vendosi muzikë në sfond dhe papritur u dëgjua kënga Dashuria shuhet në heshtje. Zëri i butë i këngës u përhap nëpër sallon si mjegull. Askush nuk foli. Disa ulën kokën, disa mbyllën sytë. Për Benitën ajo melodi nuk ishte thjesht këngë, ishte kujtim. Ajo po rrinte në divan me një filxhan çaji në dorë. Në vargjet e para buzët filluan t'i dridheshin. Në refren lotët i rëshitën pa e pyetur. Lotët që s'mbaheshin dot. Benita u përpoq t'i fshite, ktheu fytyrën nga dritarja, por kamerat nuk gënjeheshin. Supet i lëviznin lehtë nga të qarat e heshtura. Ajo këngë i kishte hapur një derë të vjetër brenda shpirtit. Mos qaj, i tha Mira me zë të ulët. Por Benita vetëm tundi kokën. Ka gjëra që nuk ndalen, pëshpëriti. Alba e pa nga larg. E njohu atë lloj dhimbjeje, jo spektakël, por plagë e vërtet. Afrimi i Albës. Alba u ngrit ngadalë dhe u ul pranë saj pa bërë zhurmë. Nuk i tha asgjë në fillim, vetëm i vuri dorën mbi shpinë. Ndonjëherë ngushëllimi nuk ka nevojë për fjali. Benita shpërtheu më fort. Po më mbyt kjo këngë, tha mes lotësh. Më kujton gjithçka që kam humbur. Alba e përqafoi. Fatin tënd, Benita, s'ta merr kush, i tha me zë të butë. As kujtimet, as dhimbjet, as gabimet. Janë të tuat dhe prej tyre do bëhesh më e fortë. Ato fjalë u ngulitën si dritë në mes të errësirës. Kujtimet e Benitës. Ajo filloi të flasë, sikur kënga t'ia kishte zgjidhur gjuhën. Unë kam dashur dikë që s'diti me më dash mbrapsht, tregoi. Gjithmonë kam menduar se dashuria duhet të bërtas. Por më e keqja është kur shuhet pa zë si kjo këngë. Alba e dëgjonte pa e ndërprerë. Edhe unë e kam mësuar vonë, i tha. Që disa njerëz ikin jo se s'na duan, por se nuk din të qëndrojnë. Shtëpia hesht. Banorët e tjerë i shikonin në qetësi. Për herë të pa. Nuk kishte thashe theme, as batuta. Vetëm dy gra që po ndanin një të vërtet njerëzore para gjithë vendit. Toni uli zërin e televizorit. Arbeni u largua pa bërë zhurmë. Ajo sken nuk ishte lojë. Biseda e natës. Kur kënga mbaroi, Alba dhe Benita dolën në obor. Ajo i freskët i natës u lehtësoi frymëmarrjen. Ti je më e fortë se ç'e mendon, i tha Alba. E di pse? Sepse ende di të qash. Kush qanë, ende di të doj. Benita buzëqeshi mes lotësh. Kam frikë se njerëzit do më shohin si të dobët. Jo, ja ktheu Alba, dobësi është të shtiresh. Rëfimi para kamerave. Më vonë, në dhomën e rëfimit, Benita foli. Këtu brenda harrojmë se jemi njerëz. Sot e kujtova. Ajo këngë më çoi te vetja që kam lënë jashtë. Alba nga ana tjetër tha. Nuk dua të fitoj vetëm lojën. Dua të fitoj njerëzit. Sonte e pash Benitën si motër. Lidhja mes dy grave. Pas asaj nate diçka ndryshoi mes tyre. Ato filluan të pinin kafen bashk, të flisnin për gjëra të vogla, për fëmijërinë, për nënat.